A kemi ndonjë detyrim kundrejt vjehrisë? Po, ke detyrim. Mos i ngo ata hoxhallar të cilët thonë s'ke kurfar detyrimi. Ke detyrim qoftë edhe indirekt. Shkaku i burrit ke detyrim ndaj vjehrisë. Normal, me mas, normal. Janë kufite të caktuar, por nëse burri të këshillon edhe të urnën me ja kqyr babën anë, me i përgatit ushqim babën anës, ti këtë urdhën burrit duhesh me çu në vend. Çfarë mendon nëse burri shkon punë çdo ditë edhe e ka në bar një qen të lidhën te dera e burrit. Edhe thot për ditë, gru, unë po shkoj në punë, kqyr ma qenin. Qiti buk e qiti ujë, e kqyre, kur të vjen akşam, me gjithë të rahatum. Qa këshje me bate? Këtë urdhën burrit kishe me çu në vend. Nëse nuk do të kujdeseshe për qenin e burrit, a i kish me arë në akşam i nervozum, me thonë që ha baba, një qenë s'po mund me këshyr, të nditën për rinë të shpia, e unë e të punu të nditën për familje, për ty. Ti s'po mund qenin me këshyr, pak buk edhe pak uj me qitë me rahatu, që ta të kthe, kërkoj falje prindër, o ju vjehri, që e bane një krasim kaq banal, ju kërkoj falje. Por, po du me thonë, nëse do të ndjehej burri i irrituar dhe i mërzitur ndaj grus, që e ka dhënë një detyrë me ja kqyr qenin, edhe ajo se kqyr, çfarë ndjen burri, i cili të nditën, lodhet edhe punon, edhe mundohet për qatë familje, nëse që kjo grua që rrinë të nditën në shtëpi nuk ja kqyr babën edhe nanën. Keni kujdes, nuk i ban mentaliteti jo, nuk i bajnë rrethonat tona që ti, vetëm thjesht, unë se kam obligim ata që ty qkretit më që vjera dhe vjere me pjek ose përshit diçka në kuzhin, e ti me nejt kam përmi kam pëse se kam unë obligim. Keni kujdes, një njeri huj, lemo baba dhe nana e burrit. Pra nuk është detyrimisht ti me më thonë mu, po bjema ajetin ku shkruan edhe hadithin ku shkruan. Janë dësane për te aty në gjanave kalup. Janë dosane gjana për te. Ajo është amanet prej bashkëshortit. E respekti i burrit është obligim prej Allahit. Burri kur të jep një këshill, një urdhën, ti dush me çu në vend. Prandaj, shpesh na pëjmarim sa në tjere, jo, bjem mua jetë edhe adith, edhe kështu, aha, mirë më ka ra mu, edhe unë spekqyri babën edhe, kujdes bre, nuk lijet gjënaja në pleq ata. Atë sa ke mundësi, vetëm thjesht natyra jote islame bre, dush minimu aty.